Qyteti Nëndheshëm do të kthehet në atrakcion. Rama thirrje çunave të Londrës nga Kuksi. Merrni tokën €1 dhe Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim elektoral në Kukës ku deklaroi me bindje se ky qark në vitin 2030 do të numëroj plot 1 milion turist. Ky qytet i Nëndheshëm do të jetë atraksioni kryesor. Qyteti Nëndheshëm i Kukësit apo vendstrehimi i ndërtuar dekada më parë nga regjimi monist për të strehuar aty banor në rast të një sulmi pritet kthehet në një nga atraksionet turistike më të bukura në Shqipëri. Kështu bëri të ditur Kryeministri Edi Rama, njerësh kryetari i Partisë Socialiste gjatë një takimi elektoral në qytetin e Kukësit. Ka edhe një tjetër element që do të vendosim në qendër të vëmendjes në mandatin e 4 që është qyteti Nëndheshëm këtu. Me qytetin e Nëndheshëm kemi mundësi tani të krijojmë një nga atraksionet më të bukura të Shqipërisë, kur unë thoja që Tropoja do të bëhej një nga destinacionet turistike dhe këtu do të vinin shumë turistë dhe këtu do të jetoni me turistë. Kuptohet se isha një qen komunist që duhet të ikja një orë më parë nga Tropoja dhe nuk besonte njeri, ndërkohë që besonin një komunist tamam se unë nuk jam dhe nuk kam qenë, ndërkohë që sot Tropoja, që ka hapur rrugën e destinacionit turistik me paketën e maleve do të zhvillohen, do të ketë zhvillime të reja, jam i bindur, sepse paketa e maleve në Tropoj zgjidh edhe problemin e gështenjave, fjala vjen sipas tyre që janë prona me trashëgimni zakonore, ndërkohë që po ju them sot që potenciali Kukësit, nëse ne së bashku arrim të kombinojmë të gjitha atraksionin dhe vendosur në qendër si magnet qytetin e Nëndheshëm për cilin po përgatisim një konkurs ndërkombëtar për ta kuptuar eksaktësisht si do zhvillohet dhe në konkursin ndërkombëtar do të përfshihet edhe hotel turizmi u shpreh Rama. Rama e vuri theksin tek paketa e maleve, pati një thirrje dhe për çunat e Londrës. Pas zgjedhjeve do të fillojmë të fusim në punë paketën e maleve e cila është në dispozicion të atyre që duan të investojnë në tokat e të parve apo në toka ku bien dakord me pronarët për turizmin, agroturizëm, patjetër edhe për blegtori. Agro për punim, agrobiznes, duke bërë disa hapa të thjesht e para toka që është fakt, pra pronari fakti, por që nuk figuron në letra, shkon në bashki dhe depoziton kërkesën që do t'i njihet kjo tokë si toka e të parëve të tij. Bashkia e përcjell në Këshillin Bashkiak dhe bën afishimin për 30 ditë. Bashkia bën verifikimin në momentin që mbaron 30 ditëshi dhe personat refuzojnë që të jenë të pa kontestuar, Këshilli Bashkiak jep vendimin që mund të bëjnë një investim në tokën e tyre. Me atë vendim, ata bëjnë një projekt edhe në Ministrinë e Ekonomisë bëjnë një kontratë dhe tokën e marrin me €1 dhe investojnë. Kur mbaron investimi, marrin lejen për ta regjistruar në hipotekë si pronën e tyre. Nëse ndodh që pasi ata e kanë kryer investimin dhe kanë regjistruar në hipotekë dhe del dikush që i thot prit se jam unë, ky personi që ankohet nuk ka mundësi të ndërhyjë në atë që kam bërë, por shteti merr përsipër ta gjykojë dhe ta kompensojë diku tjetër. E di që na dërgojnë dhe çunat në Londër për aplikim. Për 500 aplikimet e para për 10 vjet nuk do të paguani asgjë. Thjesht do të bëjmë investim dhe 10 vjet nuk do të ketë asnjë taks për të paguar, ka thënë kryeministri.